Përshëndetje të dashur miq të Pastel. Në rregull, edhe këtë ditë e premte nisim episodin më të ri, duke shpresuar që keni pasur një ditë bukur. E ngushëllimi më i mirë është që jemi në prag të fundjavës, kështu që na pret një fundjavë dhe kemi edhe arsyen për të gëzuar në fakt për këtë fundjavë, sepse sigurisht të dielën kemi edhe festën e madhe të Fitër Bajramit, kështu që nesër është edhe dita e fundit e agjërimit për gjithë ju të cilët keni agjëruar, shpresoj agjërim të pranuar, lutje të pranuara, dhe ne nuk do ikim larg nga kjo temë sepse do të flasim në fakt me një personazh të cilin e kemi sot për herë të parë në studion e emisionit ton dhe e cila ka shumë gjëra për të na rrëfyer. Në fakt lidhet ngushtë me festën e Bajramit, por më e bukur është që është një vajzë e re nga Shkupi, por e cila ka që studion në universitet i cili ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ajo me ne do ndaj eksperiencën e saj, se pse ka vendosur që të studiojë atje, çfarë studio, ndoshta ta tregoj ato pikat me cilat ne lidhemi, ndoshta me ato vende apo me gjërat e cilat na ndajnë, në shumë gjëra tjera, tek ritualet e festës së Bajramit. Kështu që do jetë një bisedë shumë e këndshme me Azrën, e cila e përmenda është studente atje, është Azra Demiri nga Shkupi, dhe nëpërmjet bisede jam e sigurt që do të mësojmë shumë gjëra bashkë, por do të prisni edhe pak. Për këtë është koha e marketingut promocional, që e kemi pjesë të padarë të emisionit Pastel çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte. Ne këtë javë do ta përmbyllim sigurisht me prezantimin e produkteve Solgar, një brand ndërkombëtar i cili tashmë ka arritur edhe në vendin ton. Është brand të cilin e gjeni në të gjitha pikat e shitjes së farmacive Zeki në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po flasim për produkte të cilat janë 100% bio dhe vegane dhe vinë në versione të ndryshme me përbërje të ndryshme. Ne sot në fokus kemi Flavo Zinc me shije limoni dhe lime. Flavo Zinc ofrojnë zink të cilësisë së lartë në formën e citratit dhe glukonatit, forma kimike të karakterizuara nga fuqia e lartë përthithëse. Është veçanërisht e rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar, kontribuan në ruajtjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve të shëndetshëm. Gjithashtu ndikon në furnizimin e trupit me energji si dhe mbështetjen e fertilitetit dhe ruajtjen e shëndetit mashkullor. Pra, Flavo Zinc me shije limoni dhe lime janë definitivisht një përzgjedhje të cilën duhet ja bëni vetes, duke e kombinuar ndoshta edhe me ca vitamina tjera, siç janë vitamin C 1 mg, mund të kombinoni edhe me magneziumin e me shumë produkte tjera të cilat janë pjesë e kësaj linje, të cilën ne kemi të ekspozuar në studio, kështu që mjaftoj të shkoni në pikën më të afërt të farmacive Zekin dhe merrni atë për të cilin keni nevojë, dhuratë më të mirë se kaq nuk besoj që mund t'i bëni vetes. Unë e them gjithmonë, po e shtoj edhe sot që asnjëherë nuk duhet bëni kompromise me shëndetin tuaj. Me kaq unë përmbyll këtë promocional, Azra po më prat atje dhe ne sot me të do të bisedojmë për rrugtimin e saj, jetesën dhe jetën studentore. Ky do të jetë dhe fokusi i bisedës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Azra, kënaqësi të kemi sot në Pastel. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Je për herë të parë në një studio televizive për të folur për eksperiencën dhe përvojën tënde atje bashkë me gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin tani. Kënaqësi të kemi, mirë se na erdhe. Mirë u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Kam kënaqësi të jem sot këtu. Unë jam Azra Demiri, vi nga qyteti i Shkupit dhe aktualisht jam studente në Universitetin e Kasimis në Emiratet e Bashkuara Arabe. Azra, para se të kalojmë deri tek pyetja se pse zgjodhe këtë universitet, pse zgjodhe domethënë në vendet arabe për të studiuar, dua të kthej në fillim. Si ka nisur lidhja yte me fen, meqense je një vajzë e re në moshë, je studente, kush ka ndikuar në bindjet e tua fetare apo cili ka qenë ai momenti i parë kur ti e ke vrejtë që ke një lidhje të ngushtë me fen dhe cili ka qenë momenti kur ti ke vendosur edhe mbulesën tënde? Në bindjet e mia fetare dhe vlerat e mia ka ndikuar shumë familja ime që kam pasur mundësi që prej fëmijërisë që të rritem në një atmosferë ku besimet dhe vlerat islame nuk kam pas të ndalur, jam praktikuar çdo ditë. Dhe ata janë shkaku që unë sot jam edhe studente në Emiratet e Bashkuara Arabe, që kisha dëshirë që të vazhdoj studimin për islamin. Pse zgjodhe pikërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, do me thënë, ke pasur opcione tjera, ose ky nga fillimi ka qenë synimi yt që të shkoje të studioje atje edhe shkencat e Kuranit, apo jo, nëse nuk gaboj, këtë drejtim po studion? Që nga fillimi ka qenë synimi im që të shkoj në Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak se Emiratet e Bashkuara Arabe, edhe pse kanë një ndikim të madh edhe për shkak se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një zhvillim të madh ekonomik dhe teknologjik, ato e kanë ruajtur identitetin e fesë dhe kulturës. Edhe kjo është shkaku që unë kam zgjedhur të studioj në Emiratet e Bashkuara Arabe.
ku jo që vetëm do të kryej një fakultet, por edhe do të marrë një diplomë jete. Shumë e vërtet. Po pse pikërisht këtë universitet, duke marrë parasysh që atje ka një numër shumë të madh të universiteteve, pse Universitetin e Kasimis ke pasur informata paraprake për këtë universitet, apo ke aplikuar themi njëkohësisht në disa universitete dhe pastaj ke bërë edhe ti përzgjedhjet e tua? Si ndodhi që të bëhesh pjesë e këtij universiteti? Ndërkohë, visi kemi edhe disa fotografi ku kemi pamje nga objekti i universitetit, edhe pamje të mbrëmshme, domethënë gjatë ligjëratave e kështu me radhë, kështu që gjatë bisedës ti shohim bashkë me krejt shikuesit. Shkak që unë të studioja në Emiratet e Bashkuara Arabe janë dy profesorët e mi që janë nga Tetova dhe i falenderoj shumë ata. Universiteti i Kasimis ka një qasje të veçantë në shkencat islame, po ashtu edhe në mjedisin akademik që kombinon dijen me praktikën. Si që cika edhe më parë, edhe pse ka një zhvillim ekonomik dhe teknologjik, nuk e ka humbur identitetin fetar edhe kulturor. Prandaj edhe unë kam studuar kam zgjedhur të studioj në Emiratet e Bashkuara Arabe. E përmenda në fillim që në fakt ke zgjedhur shkencat e Kuranit. Pse këtë drejtim, ka qenë ky drejtim gjithmonë dëshira yte që të studioje Kuranin dhe nëse nuk gaboj pas studimeve tua ti mund të bësh edhe hafize, apo jo? Apo duhet ekstra kësaj, do më thënë që të vazhdosh? Unë prej në moshë të vogël e kam kryer hifzin, edhe kjo ka qenë shkaku se kam vazhduar edhe në shkencat e Kuranit. Okej, pra pas ke pasur një lidhje shumë të ngushtë. Unë kam pasur një lidhje shumë të ngushtë. Faleminderit edhe familjes time, veçanërisht faleminderit nënës time, që ajo ka qenë shkak që unë ta mësoj Kuranin. Dhe në shkencat e Kuranit janë të themi drejtimi shumë i rëndësishëm në Universitetin e Kasimis, sepse bëhet interpretimi i Kuranit, po ashtu edhe si të zbatojmë Kuranin në jetën shoqërore. Azra, po më intereson gjatë këtyre 2 viteve, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me të cilat ti e ballafaquar? Besoj nuk e ke pasur shumë të thjeshtë adaptimin, të vije nga Ballkani të shkoje në Emiratet e Bashkuara Arabe. Cilat kanë qenë pengesat e para, por të cilat ti gradualisht i ke kalu, sepse tashmë ka 2 vite që ti po studion atje, dhe besoj që në një farë mënyrë je adaptuar, apo jo? Çdo ndryshim ka edhe sfidat e veta, ku edhe për mua si fillimi i studimeve në Emirate ishte një periudhë e përzier me emocione edhe me sfida, ku adaptimi erdhi gradualisht, duke u njohur me studente që janë nga kultura të ndryshme, po ashtu edhe ndarja e jetës me ato, duke gjetur një rutinë të përditshme që më bëri të ndihem më rehat. Kam mësuar që të jem e pamvarur, kam mësuar si të menaxhoj kohën më mirë dhe si ti përballoj sfidat me durim edhe besim. Bukur shumë. Po me qenë se përmendet që ke pasur rastin të takosh edhe vajza tjera, po më intereson nga Maqedonia, nga vendi ynë, ka vajza apo të tjerë të cilët studiojnë në universitetin e njëjtë? Ka studente edhe student që studiojnë në universitetin e njëjtë. Kjo është një ndjenjë që krijohet një ndjenjë e familjariteti dhe mbështetje, veçanërisht kur studion larg ose kur jeton larg. Po këtë të themi njohjen me kultura tjera, çfarë të ka bërë më shumë ti përshtypje dhe nga cilat nacionalitete ke pasur rastin që të takohesh atje dhe ndoshta të shkëmbeni ide, të shkëmbeni edhe pjesë nga kultura e kështu me radhë, traditat e ndryshme të cilat ka secili vend? Ka shumë nacionalitete që, do me thonë, universiteti është internacional, pranon nxënës nga e gjithë bota, ka të Rusisë, të Afrikës, Indisë, edhe shumë vete të tjera, po ashtu ka edhe Arab që studiojnë në të njëjtin fakultet të vendit të njëjtë në Emiratet. Po ke bërë ti ndonjë shoqe të cilën e ke tashmë më të afërt, me cilën je familiarizuar më shumë ti? Jeta studentore të shtyn edhe që të familiarizohesh edhe me studentet të tjera, kam bërë shumë shoqe edhe ja kalojna shumë mirë. Bukur shumë. Po cilat, e thash dhe në fillim më intereson, cilat do t'i konsideroje ti ato ngjashmëri të cilat mund t'i kemi me vendet arabe dhe ndarjet më të mëdha të cilat i kemi ne si Ballkan? Në çfarë bashkohemi dhe në çfarë pika mund të ndahemi, themi ne? Ne nga Emiratet e Bashkuara Arabe dallojmë, po ashtu edhe kemi ngjashmëri të theksuara, dallojmë në klimën, po ashtu edhe në mënyrën e jetesës, se në Emiratet e Bashkuara Arabe zhvillimi ekonomik është më i madh edhe teknologjia, edhe kjo e bën jetën më dinamike, kurse tek ne jeta është më familjare edhe më e qetë.
Atë që e kemi pikë të përbashkët në kulturën arabe është mikpritja. Ne si shqiptar jemi të njohur për respektin e mysafirëve dhe për mbajtjen e lidhjeve farefisnore, dhe këtë e kemi të përbashkët në kulturën arabe. Po, e përmende klimën, sa të zhdukur problem ndoshta në fillime adaptimit nga një klim si që është tek ne, te një klim që vjen me temperatura shumë fish më të larta. Sa ka bët ty problem kjo pjesë ose jo? Në fillim u adaptova shpejt, sepse nga studimi, nga ngarkimet e studimeve, kemi qëndruar më shumë brenda duke mësuar dhe nuk kemi pasur mundësin që të dalim jashtë. Po, kur jemi të kuzhina arabe, Azra unë e di që është një kuzhin tepër e pasur, kuzhina turke dhe kuzhina arabe, mendoj që janë kuzhinat më të pasura. Ke pasur rastin para se të shkoja atje ndoshta ta provoje, ose eksperienca jute e parë, ndoshta dhe njohja e parë me kuzhinën arabe, ka qenë momentin kur ti ke shkuar për të studiuar atje. Dhe kush janë ushqimet e tua të preferuara? Cilat i ke ushqimet për zemër që i konsumon më shumë ti kur je atje? Në momenti kur kam shkuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, atje e kam shijuar ushqimin dhe ushqimi im më i preferuar është shawarma, që është edhe tradicionale në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ashtu edhe ushqimet e tjera. Çfarë lloj ushqimi është kjo shawarma? Mund të themi si durum që e themi tek ne, por është diçka më e shijshme që te ne nuk ka pasur ashtu ndonjë restoran që e ka bërë. Okej. Azra, unë dua të të pyes, me qenë se sigurisht viteve të fundit tashmë është dëshmuar që feja islame as pak nuk e ndalon një grua, një vajzë që të shkollohet, të edukohet dhe të jetojë sipas rregullave të saj, gjithmonë duke u përmbajtur edhe rregullave parimore që janë të islamit. Në rrugtimin tënd ke pasur ti ndonjë pengesë ose ndonjë paragjykim para se të shkoje në studime atje shkaku i shamis? Në çfarë moshe ke vendosur shamin? Unë jam mbuluar nga mosha 11 vjeçare. 11 vjeçare. Dhe në shkollë ose në rrethin tënd ke pasur ndonjë paragjykim ose se ke ndjerë këtë në vendin tënd? Nuk e kam pasur këtë paragjykim ose nuk e kam ndjerë këtë, sepse kam qenë gjithmonë e përkrahur si nga shoqëria, familja dhe nga njerëzit që i kam pasur në jetë. E tani më trego cilat i ke planet, cilat janë prioritetet e tua, çfarë po planifikon pas mbarimit të studimeve, sa në total janë vitet e studimit të drejtimit që ti ke zgjedhur? Studimi i shkencave islame zgjat 4 vite. Sa i përket të së ardhmes, unë këtë drejtim nuk e shoh si profesion, por si një mision. Hifzi nuk është vetëm një titull, por është një përgjegjësi dhe amanet që duhet të ruajtur dhe të përcjellur me përkushtim. Bukur shumë. Po, si vajzë e re që je, përveç dedikimit që ke për fenë, dedikimit për studimet dhe pastaj rrugtimin që do ta vazhdojsh, sepse e theti që ke mision këtë, ke pasione, ke hobit e tua, sepse je në moshë të re, çfarë bën kohën tënde të lirë kur nuk je angazhime, kur nuk je në studime? Kur nuk jam në studime, hobi im është të merrem më shumë me familjen, kam 2 motra të vogla, po ashtu edhe hobi im është vizatimi, arti. Okej. E ke menduar ndonjëherë ta zhvillosh këtë hobi, këtë talent që ke në të ardhmen? Fakulteti na mundson edhe këtë, ka edhe kurse që, të themi kurse ose orë që i mbajmë për vizatim, kaligrafi ose edhe shumë gjëra të tjera. Pra pas ke mundësi dikun që ta shprehësh këtë talent. Unë u gëzova shumë që të gjeta në Shkup, po më thuaj sa shpesh e viziton Maqedoninë kur je atje, duhet jesh vazhdimisht atje ose kur i keni ato pauzat kur ti mund të kthehesh dhe të vizitosh familjen tënde? Fillimi i vitit është në shtator, pastaj në dhjetor e kryejm semestrin e parë, pastaj kemi pushim 3 javë ose mbaret ndonjëherë më pak ose më shumë. Pastaj kthehemi në semestrin e dytë dhe për muajin e Ramazanit, për fat të mirë, kemi edhe pushim në 10 ditët e fundit, po ashtu edhe pushimin e Bajramit që unë e shfrytëzoj për të qenë afër familjes. Pra nuk mungon asnjëherë në Bajrame, besoj edhe gjatë muajit Ramazanit. Po si ka qenë ky Ramazan për ty, Azra, po më intereson këto 30 ditë tashmë që do të bëhen nesër edhe dita e fundit e agjerimit. Si e ke përjetu këtë muaj të shenjtë Ramazanit? Unë 20 ditë i kalova në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 10 ditët e fundit jam këtu. Ka ndonjë dallim të e marrë parasysh klimën atje, ushqimin, kohën, nuk e din sa ka qenë iftari atje 20 ditët e parë? Klima tani është e njëjtë si atje si këtu, por koha e agjerimit ka qenë një orë, si të themi një orë më përpara. Për shembull këtu ka qenë
në 5:30, atje ka qenë në 6:30. Në 1 orë diferencë pas ka pas. Kështu që nuk e pas ke pas ndonjë siklet apo problem shumë të madh. Okej, bukur shumë. Në çfarë moshe ke nisur agjërimin, kur ka qenë ai momenti i parë kur ti ke filluar të agjërosh, atë kujtohet dita e parë? Se këtë pyetje a ka bërë gjithë musafirëve të cilët i kam pas gjatë muajit Ramazanit, që sigurisht po ta parashtroj edhe ty. Unë kam filluar agjërimin që nga mosha 9 vjeçare. Fillimisht duke agjëruar në periudha të shkurtra dhe pastaj duke u fokusuar më shumë me kalimin e kohës. Bukur shumë. Me qenë se jemi edhe në prag të Bajramit, të dielën është edhe Bajrami, cilat janë ato ritualet që i ke e the që ke një lidhje shumë të ngushtë me familjen? Në ditën e parë qëndroni gjithmonë në shtëpi, prisni mysafirët, apo ndoshta në mbrëmje shkoni edhe ju tek familjarët më të afërt për të bërë Bajram? Si e keni këtë pjesë të vendosur? Për familjen time, Bajrami është një ditë e veçantë që duhet të kaluar së bashku. Tradita e Bajramit fillon me faljen e namazit të Bajramit, pastaj pas namazit vizitojmë familjarët dhe shkëmbejmë urime dhe dhurata. Po ashtu nuk mungon ajo pjesa e gatimit të ushqimeve të veçanta që na bashkojnë në tryezë. Cilat janë ushqimet që i përgatisni çdo Bajram? Se për shembull çdo shtëpi e ka nga një specialitet që zgjohet në mëngjes dhe e ka gati atë pjesë të përgatitur ndoshta. Zakonisht përgatisim mish që të gjithë shqiptarët e kanë të preferuar dhe diçka specialitete të ndryshme. Tash kemi mundësi të përgatisim shumë gjëra të ndryshme. Po baklavane përgatisni, bënin në shtëpi gjithën, apo tashmë në këtë kohë moderne mund ta kombinoni me petë të gatshme, nuk e diun. Ju e keni traditë që ta përgatisni vetë? Po, ne kemi traditë të përgatitim vetë baklavën, po ashtu këtë vit unë e mora si përgjithësi për ta bërë baklavën dhe e përfundova. E përfundova? Okej. Pastaj do të pyes të dielën a ka dalë ashtu siç ke dashur baklava dhe e kam pëlqyer. Azra, ndesha gjithashtu të të pyes, kur të pyeta për planet e tua të ardhmes, mendon që ndoshta në një të ardhme dhe të zhvendosesh diku tjetër jashtë Maqedonisë, apo cilat janë planet e tua? Dëshiron që të kontribosh në vendin tënd, ose dëshiron që ndoshta dijen tënde ta shpërndash dikun jashtë Maqedonisë? Cilat i ke si prioritete? Unë dua që të kontriboj në vendin tim, pasi që edhe familja ime është këtu, që thashë që kam një lidhje të veçantë në familjen time dhe nuk e kam menduar që të dalë jashtë shtetit dhe për të jetuar. Po, kur ke ika tjetë, ka këshillu prindrit, kanë thënë mos gjesh ndonjë djalë atje, mos qëndrosh atje. Dhe cila ka qenë përgjigjja jote? Nëse është kismet. Që nuk i dihet, po e laj me pikpyetje këtë pjesë. Ndoshta mund të ta marrë zemrën ndonjë djalë i mirë atje. Je prerë që dëshiron shqiptar, apo mjafton të jetë i konfesionit musliman? Si i ke këto? Të jetë i konfesionit musliman dhe t'i plotësoj ato kushte që unë i kam për personin e jetës. Me cilin do të ndash jetën, patjetër. Azra, dua dhe një mesazh të bukur, me qenë se unë kur të ftova, desha që nëpërmjet teje i motivojmë të gjitha vajzat, të cilat ndoshta sigurisht ja kanë dedikuar jetën fesë, por kjo nuk është as pak ndalesë që t'i realizoni edhe ëndrat tuaja. Një shembull konkret je ti që ke zgjedhur të studiosh dhe sigurisht ta jetosh jetën si çdo vajzë tjetër pa asnjë pengesë. Çfarë do ju thoje të gjitha vajzave të cilat po na ndjekin në këto momente? Unë kam një mesazh që dua t'ju them të gjithave, mësoni, studioni, sepse jetën tuaj ju e keni në duar. Bukur shumë. Ishte vërtet shumë kënaqësi që të kishim sot në emision dhe shpresojmë që të kemi rastin ndoshta edhe pasi ti mbarosh studimet të të kemi sërish dhe të na tregosh ndoshta edhe për shumë gjëra të cilat do t'i eksplorosh atje. Faleminderit shumë që ndave kohë në prag të festave dhe në këto ditë të fundit të muajit të Ramazanit. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit edhe për mua. Faleminderit, Azra. Pas kësaj bisede shumë të bukur, të cilën ne e kishim me Azrën, ajo cila është një vajzë e re nga Shkupi, por që studion në Emiratet e Bashkuara Arabe, me të biseduam për eksperiencën këto 2 vite të studimit atje, për jetën studentore, për kulturën e për shumë gjëra tjera. Besoj që ishte një bisedë pak ndryshe nga herët e tjera, një bisedë tamam për ta përmbyllur këtë javë në mënyrën më të bukur të mundshme. Por tani unë në fakt do të shkëputem me ju vetëm për të ndjekur pak minuta marketing, sepse do rikthehemi sërish në studio për të vijuar me pjesën e dytë, kështu që mos u largoni nga ekrani i televizionit 21. Kur era e pranverës dhe dielli janë energji, kur çdo kilometër në verë do të thotë forcë dhe rezistencë, kur shiu i vjeshtës është frymësim për sukses dhe lumturi, kur çdo përqafim në dimër jep siguri dhe hare,
Vitamin dielli në çdo ditë të vitit. Vitamin D3 nga Alkaloidi, më shumë se vitamin. Фантастична саемска понуда од Мебел Ви. До 40% попуст на најголем дел од асортиманот. Комоди, гарнитури, спални, детски соби, трпезарички маси. Се за секого. Понудата важи до чистење на количините од залика. Најдобра понуда и најголем избор по супер цени. Искористете оваа саемска понуда. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Замисли си нов телевизор веднаш, а го плаќаш на рати, без камата. Замисли како брзо ја решаваш поправката на автомобилот без дополнителни трошоци. Замисли си како уживаш на одмор, без да размислуваш за камата и трошоци. Во животот постојат нешта што носат моменти на среќа. Сега, во Flex Кредит, првиот кредит е бесплатен. Потрошувачки кредит од 6.000 до 600.000 динари, со можност за отплата до 60 рати. Flex Кредит, пари за секого. Let's go! Sky Showtime arrin në shtëpinë tuaj tani e tutje përmes A1. Përjetoni aventura të paharrueshme dhe kënaquni në zgjedhjen e madhe të filmave dhe serialeve me përkthim në gjuhën shqipe. We were brothers down. Vetëm me A1 Combo, tani merrni dhuratë 6 muaj Sky Showtime dhe argëtim të jashtëzakonshëm për të gjithë familjen, plus zgjidhni iPhone me çmim të shkëlqyeshëm. A1. Let's go! Sky Showtime arrin në shtëpinë tuaj tani e tutje përmes A1. Përjetoni aventura të paharrueshme dhe kënaquni në zgjedhjen e madhe të filmave dhe serialeve me përkthim në gjuhën shqipe. We were brothers down. Vetëm me A1 Combo, tani merrni dhuratë 6 muaj Sky Showtime dhe argëtim të jashtëzakonshëm për të gjithë familjen, plus zgjidhni smartphone Samsung me çmim të shkëlqyeshëm. A1. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të dytë, tani është koha që në fakt unë t'ju paralajmëroj një kronikë shumë të bukur, e cila ka të bëjë me natyrën, gjithë ju të cilët jeni adhurues të natyrës, unë nuk e di çka keni bë deri tani nëse s'keni filluar ende me hiking, sidomos tani në stinën e pranverës është praktikimi më i mirë i cili ka një sër përfitime dhe benefite shëndetësore, kështu që gjithë ju të cilët ende nuk keni filluar, mendoj se kjo është shenja të cilën po a japim ne që të filloni praktikimin e hikingut, ai i cili ndihmon edhe në mirëqenien tuaj fizike, mentale e kështu me radhë. Ne, jo rasisht sot kemi vendosur që t'ju sillim një kronik shumë të bukur, ku kemi bërë edhe bisedat ndryshme me disa pjesëtar të hikingut, ata të cilët rregullisht dalin dhe bëjnë hiking, kështu që nëpërmjet kësaj kronike ju do keni rastin që të mësoni dhe ndoshta të bëni edhe ju pjesë e kësaj praktike që është diçka e jashtëzakonshme dhe e mrekullueshme që mund ta bëni për veten tuaj, por edhe me ata të cilët i doni, t'i ftoni bashkë, të merrni çantën, të merrni ujin, disa ushqime me vete dhe për këtë gjë do se po e them nga përvojime personale. Kështu që me këtë kronik shumë të bukur, unë po e përmbyll këtë epizod. Ne do takohemi pas Bajramit ditën e hënë, ku do të kemi gjithashtu të ftuar special si gjithmonë vetëm në pastel. Shumë që na keni ndjekur dhe ritakohemi të hënën duke rezervuar terminin e rregullt të orës 17:00. Mirëmbëjtje. Ciao.
Përshëndetje të ndruar miq të Pastel. Mirëmëngjes, unë sot bashkë me Valonin jemi zgjuar herët, gjithë ju të cilët e keni ndjekur emisionin ditën e ajte. Unë dhash fjalën publikisht që do t'i bashkangjitesha Go Visit Hike and Bike, ti grupi njerëzish entuziast. Do të bëjmë hiking më në fund, se shikoni ka filluar të vi vera, edhe pse është pranverë, por ne na duket si ditë vere. Dhe do të ngjitemi tek maja e Bislimes. Bislimit, më fali. Gryka e Bislimit, që ndodhet në mërshëm jam me emrat. Dhe i tash ta mbante me. Okej. Gryka e Bislimit që ndodhet në lumin Qinja. Është një vend i pasur me bukuri natyrore. Ju do keni raste në fakt që të bëni hiking bashkë me ne, sepse ju sjellim insertet mrekullueshme, ju sjellim gjithashtu intervista nga ky grup i njerëzve entuziastë, të cilëve ju bashkangjitemi sot unë dhe Valoni, adhurues të natyrës. Ju bashkangjitemi ne të dy, adhurues të natyrës, inshallah nuk dorëzohemi në mes të rrugës. Nuk e besoj Valoni. Po arritëm në maj, në tet, ku ka qenë diku 14 orë, nuk e besoj që do dorëzohem këtu, kështu që mos u dorëzo ti. Po nuk arrita unë në maj, Florën e keni. Shikuesi do arrin ta shikojnë majën e Bislimit. Me kronikën do ta keni, do jeni të sigurt në atë. Kështu që tani do bashkangjitemi edhe ne, sepse pas pak do nisemi bashkë me Malin, i cili do na shoqëroj me kamerën, me syrin e kamerës. Kështu që na disa viste të bukura, prap do dalim te lumi. Atje në fund ka disa shpella shumë të vogla, pamjet janë fantastike. Edhe në fund buz lumi do të kthehemi këtu. Diku 9 kilometra e gjysmë duhet t'i kaloj me një disnivel prej 300 metrave. Ecja është e lehtë, do të ecim ngadalë, është shumë e bukur, është shumë e mirë. Do të më ndiqni mua, unë do të dal i pari. Sa u nisëm nga fshati Qinja, do të kalojmë këndej njerë sipër nëpër do Kodra, prej lartësi mbidetare 300 metra në maksimalen 500 metra, pastaj do të zbresim përreth lumit Qinja nëpër grykën e Bislimit. Gjithsej do të ecim 9 kilometra e gjysmë, që do ta bëjmë me gjithë pauza, me gjithë fotografime dhe shoqërime për rreth 5 orë, edhe do të kthehemi te veturat atje ku u nisëm. Një udhtim të këndshëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne ka pak kohë në fakt që nisëm ecjen, si po ndihesh deri tash? Ekstra mirë. Full energji. Cila është që vjen me Go Visit Hike and Bike që bën ecjen? Është një 5-6 herë. Edhe kur s'kena me këtë grup më shkuar në vende tjera me familje me privet. Besoj që nuk qenë ka nga ato rrutat më të vështira që i ke ecë. Jo. Besoj me grupin, a? Jo. Cilat vende tjera i ke ecë me grupin? Pasi ujvarët e Lëshnicës, ujvarët e kamionit mëse me grupin, në vënd në mos të folmi. Okej, atje disa herë, a? Shumë. Okej, shumë mirë. Atëri që të mbarë dhe takojmë me kanë. Gjithashtu në vëjmë. Okej, atër jemi tek një pik tjetër e pauzës. Dhe këtu, pra ne kam një nga kolegët e ngjitjes. Më dy pyes si po ju shkon hikingu, ngjitja, cila ngjitje e radhës është kjo për ju?
Mirë shumë po shkon. Hera e dytë është që eci bashkë me grupin. Edhe Cila ka qenë rruta e parë, ngjitja e parë që keni? Ngjitja e parë ka qenë në komunën e Gilanit, fshatin Kishnapole. Edhe kjo tash e dyta. E dyta në Maqedoni. Po. Dhe si për ju duket deri tash kjo ecje, si na Mirë tregoj edhe shumë. fitimin që nuk është nga ato rrutat më të rënda, më Po të jo, vështira. mirë shumë. Dhe cila ka qenë arsyeja që keni nisur ngjitjet në maj? Kanë qenë çështjet shëndetësore këto? Po, çështjet shëndetësore dhe ajri dhe shumë gjëra tjera. Edhe besoj edhe shoqërimi me rinin për ndruar Po, për ndruar ambient. Shumë përfitime nga Po, definitivisht. shoqëria me mosha të reja, me shumë jam i kënaqur. Larambanit moshave, s'është vetëm një gjenerat, po është Kjo është e gjitha bukur në moshat, fakt, po. Faleminderit shumë atëherë. Ngjitje të këndshme dhe të suksesshme deri në altë. Ngjitje dhe lehtë. Faleminderit. Tani pranë me është Gafuri dhe Sevdini, dy gjenerata të ndryshme. Sevdini është më i vogël, më duket në grupin sot që jemi bashkë. Ta nisim nga zotri Gafur, cila ecje me radhë, cila ka qenë arsyeja që keni nisur ngjitjet, na e bëni kështu një përmbledhje të shkurtër. Sa kohë ka që jeni aktiv themi, edhe sa kohë ka që ngjiteni bashkë me Go Visit Hike and Bike? Me Go Visit Hike and Bike jemi nuk kam numëruar sa ecje, mirë po më tepër se 4 ose 5 me siguri. Kurse me alpinizm ose më themi me leshkatari kam filluar shumë më herët, mirë po për një periudhë të shkurtër edhe mungova, po pastaj prapu kthyehem në leshkatari dhe arsyeja se pse bëjmë këtë është së pari të shijojmë bukuritë natyrore, normal, shëndeti, që ka shumë me rëndësi dhe ajri i pastër. Këtu janë kryesisht se pse dalim në këtu, dhe po ashtu çdo herë ka njerëz dhe shoqëri të bukur. Faleminderit shumë, ju dëshirojmë ngjitje të lehtë sot dhe shpresojmë të takohemi prapë. Faleminderit shumë. Po. Tani ti kthehemi Sevdinit. Sevdin, thuaj ti nga kush je i shoqëruar sot? Është hera e parë që ke vendosur të ngjitesh në mal? Jo, kjo ka qenë hera e tretë. No, okay. Pra që ke praktikuar. Po. Ne kam me dhënë fillestorin. Po, ashtu. Edhe nga kush shoqërohesh zakonisht kur ngjitesh në mal? Xhaxhain tim. Okej, xhaxhaj që nuk pranoi të flas për kamerën. Okej, nuk është problem. Më thuaj, cila ka qenë ngjitja e parë që e ke bërë, sa ka qenë e vështirë për ty sepse ton hera e parë është ai momenti kur e thën akullin. Po. Për mua për shembull ka qenë shumë e vështirë sepse kam bërë 17 orë në theth Shqipërisë dhe mandeje e lash komplet. Ky është rikthimi jam i dytë. Më thuaj për ty si ka qenë? Ngjitja e parë ka qenë në Vodën kur kemi filluar prej nënës dhe gjithashtu ka qenë pak rënd normal se edhe për spaljar ka marrë në këtë ekip në atë ecje edhe më ka duk pak rënd, ama thash pak ndjem më lehtë. Më lehtë edhe mundem se kjo edhe është ecja më e lehtë. Është e lehtë edhe mundem ta eci më lehtë apo në fillim ka qenë pak më rënd, domethënë. Meqense sot është hera e tretë, besoj nuk e ke shumë të vështirë dhe nuk është nga ato rrutat e vështira, kemi 5 orë duke përfshirë edhe pauzat. Po më thuaj një mesazh të bukur për gjithë ata të cilët na ndjekin, edhe miqtë e tu, shokët e tu që ndoshta ende nuk kanë bërë ngjitje. Na thuaj? A ju sugjeron të dalin? Po. Të ngjiten? Të ngjiten në mal, se pamja dhe natyra është me rëndësi. Okej, shumë bukur. Faleminderit shumë. Ngjitje të lehtë. Okej, atëherë këtu jemi në një ndër pikat kyçe të ngjitjes ditës sotme. Për më saktë le të na tregoj Fitimi. Fitim ku ndodhemi këtu? Këtu jemi, domethënë në pikën e parë panoramike prej ecjes që e bëm prej fillimit, jemi në grykën e Bislimit, prej ku duket lumi Pqinja, edhe prej ku do të marrim edhe pakta të pjetë edhe krejt rruga që mbetet do të jetë buzlumit. Si është kjo lloj ngjitje në krahasim me ngjitjet e tjera që janë bërë deri më tani? Sot është shumë relaksuese për bukuri, domethënë për një kohë të mirë, edhe ideja ishte ta mirëpresim pranverën edhe kështu në një temperaturë prej mbi 10 gradë Celsius, moti s'kemi ecur, po, edhe tamam të bëjmë një ecje më masovike.
Tani jemi gjithë këto njerëz, çdo ngjitje me kaq shumë numër të madh. Po janë disa që mund të jenë më besnik. Sot jemi 38, po ka edhe më besnik që vinë çdo herë, marrin miq dhe shumica prej tyre na vinë edhe për herë të dytë, të tretë. Mirë, po kemi edhe grupin ton, brumin ton që është rreth 20 veta që vijmë gati në çdo ecje. Nuk shqipet asnjëherë. Ashtu është. Okej, atëherë kë mund të ftonim dikë nga grupi që Mimoza. Që Mimoza njëra ndër më të rregultat vjen bashkë me motrën, me kushëritë e vet, me shoqërinë e vet. Atë Mimoza na thuaj si u bashkangjitë grupit Go Visit Hike and Bike. Me shoqëni fillim, ja kena fillu, ka pasur një shoqe Sema, e cila tashmë nuk po mundet me ardhë me obligimet e veta, masanej qështu në kumë thirë shoqët e mia, motrën, krejt me renja kena fillu. Tash krejt familja jena këtu. Pëlqen ngjitja? Po, shumë. Edhe mas krujt unë jam punë, ama s'moj parë. Qështu jam mësu edhe me grupin. Nuk mund t'i ndash. Okej, atëherë nga këtu kemi edhe sa orë rrugë? Po para përfshirë 4 kilometra, i kemi edhe 2 orë rrugë pa pauzë, me thënë edhe pak do të pauzojmë për 3 orë besoj se do të mbarë. Okej, atëherë le të vazhdojmë. Bukuria tek tash po vjen. Tek tash po vjen bukuria. Hajde. Tani jemi në pauzën e radhës dhe pranë meje kam 2 zonja, një zonjë shumë aktive, profesioniste, dhe zonja tjetër e quajti vetën amatere në fakt, dhe na tregojnë të dyja eksperiencë dhe të bëjmë një dallim. Në fakt, si po e përjetoni temi këtë ngjitje? Një kohë shumë e mirë sot, ju si po e përjetoni deri tash? Fantazi, s'kam fjalë, shumë bukur. Bien mirë. Për ju më tha që është hera e dytë. Hera e dytë është. Për dallim nga hera e parë, çfarë krahasimi mund të bëjmë? Unë jam aktive me sport, mirë po me grup, me ngjitje është hera e dytë që po vi, kështu që besoj se do të vazhdoj të vi prapë. Shumë mirë. Po cila ka qenë ngjitja e parë me që është përmendur në Vodno? Domethënë pas ka qenë një ngjitje pak më e lehtë në krahasim me këtë që po e bëjmë sot. Ndoshta e ngjashme, ishte dimër, atëherë kishte borë edhe pas ka qenë më e vështirë për atë arsye, po sot është shumë mirë. Po dua të di nga të dyja ju cilat kanë qenë arsyet kryesore që keni vendosur të merreni temi me beshkatari, alpinizëm, kanë qenë çështje shëndetësore apo keni pasur edhe arsye tjera? Si jeni njoftuar me pak fjalë me alpinizmin, ngjitjet? Fillim filloi shoqi, mandej pak lahmova. Po disponimi mirë, pak ndikoi edhe pandemia. Edhe kështu filloi e gjithë kjo. Besoj shoqërimi edhe me gjenerata tjera. Shoqërimi patjetër, shoqërimi, sidomos ky grupi është diçka s'kam fjalë. Si u njoftuat me grupin? Të gjithë moshat jemi këtu prezent. E vërtet, po. Si u bë njoftimi juaj, si mësuat për Go Visit Hike and Bike, si u njoftuat? Po mes internetit po edhe shoku i ka njoftë, janë shok me zotni fitimin edhe kështu. Me qenë se ju rregullisht bëni ngjitje, dua të di cila ka qenë ajo maja më e vështirë të cilën e keni ngjitur dhe ajo më e thjeshtë atë themi. Maja më e vështirë ka qenë e Lugotenit. Okej. Para sa kohësh e keni ngjitur? Para 2 vite. Okej. Dhe vazhdimisht pastaj nuk keni ndalë? Hiç, asnjëherë. Çdo vikend na e kemi patjetër. Të dielën e kemi të rezervuar për hiking. Sa bukur. Dua një mesazh për gjitha zonjat të cilat po na ndjekin dhe të cilat ende ndoshta nuk e marrin guximin. Tani që ju shohin juve, ju dukeni shumë inspiruese, por nuk është që marrin vetë iniciativë që ato të dalin dhe të bëjnë ngjitje. Të përmendim të japim një mesazh bukur për gjitha ato të cilat po na ndjekin, konkretisht zonjat. Është mirë me dalë prej shtëpisë. Fillimisht po. Për fillim është mirë me dalë prej shtëpisë, e mandej ka beneficionet e veta, se edhe është një grup i mirë, një shoqëni e mirë, gjenerata të ndryshme, beneficion për shoqënim, po edhe beneficioni tjetër për sport, për ajër të mirë, për lëvizje. Shumë e vërtet, shëndeti fizik, psiqik, të dyja bërshëtohen, po. Mesazhi juaj, meqense se ju jeni shumë më aktive. I njëjtë. Për gjithë shka është fantazi, për shëndetin e për ketë, për disponim të mirë. Shumë bukur. Meqense se kemi arritur gati në fund, unë ju dëshiroj deri në fund në rrugtim të bukur sot dhe faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ju njoftuam. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit.
Atër me zdasës, ne po shojmë kohën e pauzës, pas një ecje, sa kohë ecje po? Kitim, diri tash. Pas 3 orë 15 minuta. 3 orë 15 minuta dhe gjetëm këtu një kënd për të pushu, për të konsumu ushqime. 3 orë. 3 orë. Sa dojtë të cilat ushqime të cilat i kishim siguruar nga shtëpia dhe besoj tani jemi gati, unë pak më herët e pyeta fitime se cili është sekreti tani si zona zgjosh, të mund ta paramendoni se pasi të konsumosh ushqim pas një ecje të gjatë, të bie pak edhe shtypje, kështu që Valera i vati për të vazhduar. Po, fitimi sa derisa të bezdisem, ja deri do shojmë, akoma s'jam bezdisur, fitimi pak të Ashtu një, kështu që kemi edhe pak kohë pak për të pushuar. Pjesa tjetër ngadan pak po bëhen gati, kështu që duam të shkojmë se pastaj nuk e dim rrugën. Gjithsesi. Në fakt ne mbaruam nxitjen tonë sot, Blerim Zuaj ti si kalove dhe pse je një person që mirësh gati më themi 6 vite që je aktiv bashkë me zonjën tuaj me bashkëshortën të cilën edhe e kemi intervistuar paraprakisht. Si ishte kjo ditë sot për ty? Si ja kaloi me qenë se besoj ka qenë hera e parë edhe për ty gryka e bislimit, apo jo? Hera e parë gryka e bislimit, kaluam shumë mirë, edhe më erdhi mirë që edhe fillestarët ishin të kënaqur. Unë kam filluar që 6 vjet, më pari vetë. Pastaj filloi edhe shoqja me mua. Edhe ndihemi shumë mirë. Sa javën, diellën e kem diet për shkak. Të rezervuar paraprakisht. Po. E di që bashkë me zonjën tuaj keni bërë shëtitje dhe me vetë iniciativë keni vizituar vende të ndryshme. Cila ka qenë ajo ngjitja më e vështirë që e keni bërë ju së bashku si çift? Po e vështirë, më e gjatë ka qenë prej Valbonës në Theth. Shkuam atje, nanore si kemi bërë. Edhe atje kemi qëndru 4 net. Domethënë e kishiju mirë atë. Edhe u kthym, veli kur u kthym ai ku e parkum veturën, tha, jemi kanë të thirr policinë, jo vetëm shkuta edhe. Edhe mbetët. Po arsyeja që ju e keni nisur me hiking cila ka qenë? Kanë qenë çështje shëndetësore, ka qenë fakti që ju jeni adhurues të natyrës, si ka nisur? Po adhurues i natyrës edhe çështje shëndetësore, sigurisht. Dhe cili do ishte mesazhi juaj për gjithë ata të cilët ende nuk kanë filluar, ndoshta të përmendim disa të përfitime. Mesazhi im është që mos të rrinë nëpër shtëpi, mos shiqojnë televizor, e mobila se i prishin syt, po le të dalin e të shijojnë natyrën. Kem vende me të vërtet shumë bukura, si këtu, si në Shqipëri, si në Kosovë. Vetëm këtë. Kisha dashur që mos të rrinë, po le të dalin e të shijojnë. Shoqëri të reja takojnë, ne kemi shoqëri edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Kjo është e bukur në fakt, të njofton. Shumë ndjenje mirë është. Faleminderit shumë, shpresoj të takojmë në nxitje tjera. Shpresoj, mirë pashëm. Faleminderit shumë, mirë pashëm. Faleminderit shumë që ishi qevën, besoj se ju pëlqeu vendi. Shëtitëm kryesoria deri tash u kthyem të gjithë mirë. Një gërveshtje 2 cm. Këtu e përmbyllim në fakt rrugtimin ton, gati 5 orësh. Ishte vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Sot koha ishte perfekte, mund të themi, dhe ja dolëm bana. Bite gjitha një ekip jashtëzakonshëm dhe një super të koordinuar. Një shumë e madhe njerëzve. Super të koordinuar. Ishim me 11 vetura, u kënaqëm, krejt këto, domethënë lavdratat shkojnë për të gjithë që ishim ne bashkë. Më vjen mirë që kishte muhabet, kaluam mirë edhe që të shifemi përsëri me të gjithë. Edhe me ju. A ishte ky rekord i mbledhjeve të ngjitjeve deri tani kanë bërë? I njerëzve? I njerëzve, rekordi i njerëzve. Jo, e kemi 42 në Uvarat e Kamjanit. Kjo është e dyta. Mirë po unë dua të cek se nuk është puna te kuantiteti. Për mua më shumë më gëzon njerëzit që kanë muhabet edhe që janë të mirë. Pa marrë parasysh numrin. Besim, faleminderit shumë. Unë tani dua ta vazhdoj pak bisedën me Gazmetin sepse ishte ai personi jo frontman, po pjesën e fundit ku i ruante mos ndoshta dikush mund të ngatronte rrugën. Gazmet më thuaj si eci komplet kjo ngjitje. Unë për vetë kalova një ditë shumë. Faleminderit për festë. Unë mbajta fjalën, po do
mbati fjalën me na mbaj super të kënaqur. Faleminderit së pari që na u bashkangjite dhe e sfidove këtë udhtim edhe për ne ishte era e parë këtu. Gjithçka kaloi në rregull, nuk kishte domethënë ndonjë lëndim apo ndonjë pakënaqësi, kështu që kur ndodh kështu të gjithë jemi të kënaqur, posaçërisht ju falenderojmë juve si ekip që na shoqëruat dhe ftesa ende vlen. Patjetër, tani pyetja ime kur është destinacioni i radhës ose nuk kemi ende të publikuar zyrtarisht. Ajo do të telem si surprizë ose si dhe ndiqni faqen tonë dhe aty do të paraqiten të gjitha ecjet. Faleminderit shumë, Faleminderit edhe te. Faleminderit shumë. Dhe gjithë ju të cilët keni dëshirë që të bëheni pjesë e Go Hike and Bike, fare thjesht dhe lehtë, mund t'i vizitoni në faqen e tyre të Instagramit apo Facebookut dhe mund të antarësoheni dhe mund të vini dhe të bëni shëtitje, ngjitje malore, shëtitje me biçikleta e kështu me radhë. Kështu që ne ju përshëndesim dhe mirëmbëjtje. Ciao.